Ti, ju thatë disa herë nga që na kanë fryk. Që të thush na kanë fryk, do të thotë që ju po i rrezikoni pushtetin. A mendoni ju se forca juaj politike do të arrijë deri aty sa të rrezikojë pushtetin? Po. Ja ta them pse. Dhe si. E para, ne do kemi rezultat shumë të mirë këtë zgjedhje dhe unë parashikoj që asnjë parti nuk do ketë 71 deputet. Duke mos pas asnjë parti 71 deputet, çdo majorancë nesërme ka përqen e brisht. Pra, edhe sikur Edi Rama të blej 2-3 deputet, sigurisht që nga Lëvizja Bashkës do arri kur, por nga partitë tjera, prapa ajo majorancë do jetë shumë e brisht. Edhe sikur të bëhet një qeveri teknike, një ujdi Rama Berisha. Se besoj. Është dhe ky si opsion. Nuk e besoj. Heqin qafe dhe spagun thon për hir të integrimit në Bashkimin Evropian, e quajnë qeveri teknike, por nuk e quajnë politike. E bëjnë kështu me personazhe që nduke nuk janë politik. Për hir të reformave të mëdha, edhe ajo do jetë një qeveri shumë e brisht. Dhe në kushtet kur Lëvizja Bashkë do ketë përfaqësi të rëndësishme në parlament dhe qeveria përballë ka për të qenë e brisht, hapi ynë tjetër ka për të qenë gjigant. Çfarë kuptoni Lëvizja Bashkë do të jetë e fuqishme në parlament? Çfarë shikoni? Sa mandate Unë nuk di të them. Se ju nuk keni bashkëpunim as me partitë e tjera të vogla. Jo, sepse kemi dyshime të forta për ndershmërinë e tyre, edhe për sinqeritetin e tyre. Partitë e tjera hedhin parat lumë në fushat. Pajtohem. Unë ja të të marrë një shembull. Unë nuk kam bërë në jetën time një sponsorizim Facebook. Gjithë shikueshmëria ime në rrjetet sociale është organike. Nuk ka ngel parti politike pa hudh 10 mijëra dollarë në këtë fushat vetëm Facebook. Leri më të tjerat. Pse ku gjen ato para i Zotit? Megjithatë kur vjen puna do të vi puna ke numrat. Te numrat. Dhe pas diçka. Sa do të jenë numrat, parashikoni ju numrat e Lëvizjes Bashkë? Unë nuk ta jap dot me numër deputetësh, sepse varet shumë nga shpërndarja e votës nëpër qarqe. Pikërisht për këtë ta thash. Por, unë di të them që në qarqet e mëdha të vendit ne konkurrojmë seriozisht për zgjedh deputet. Në Tiranë në Shumës, në qarqe tjera, nga Shkodra, Vlora, Korça, Elbasani, Durrësi, Fieri. Unë besoj që ne jemi jashtëzakonisht shumë konkurrues. Madje unë kam shpresë edhe në qarqe më të vogla, di pse? Sepse edhe në një qark si Dibra apo Kuksi, vërtet ka shumë pak deputet. 3 deputet apo 4. Mirë po, ka një diasporë shumë të madhe, dhe askush nuk e di si ka për të votu diaspora. Unë po marr shumë mesazhe mbështetëse nga diaspora. Unë e di, paktën për diasporën Amerikë e di. Është i njëjti raport që është dhe këtu. Unë po të them, unë marr mbështetje në Shumës nga çdo vend i botës dhe nga çdo qark i Shqipërisë. Dhe po them, vota diasporës është një enigmë që askush nuk e di, të gjithë e shpresojnë, po askush nuk e di. Ajo që mund të them unë që ne sot në 2025 jemi disa herë më mirë se 2023 kur unë isha kandidat për kryetar bashkie i Tiranës dhe fitova rreth 5% votave. E shoh në rrugë. Dalim bashkë në rrugë, tani bëjmë një copë herë rrugë dhe shohim sa veta do mflasin, sa veta do i bien buris dhe sa veta do më. Po sigurisht që krijon një profil interesant. Po unë e krahasoj dhe me veten time para një viti apo 2 vjetësh. Rritja është e jashtëzakonshme. Dhe kjo ka për të dhënë rezultat pa diskutim.